shqiptarët për interesat e tyre të ngushta duan që këtë komunë t'ja japin një Maqedoni që e ka pas deri në 2009 në kryetari i Bashkisë Kosovës ka qenë Maqedonas, nuk ka qenë shqiptar, domethënë asnjë s'ka qenë. Mas 2009-s kemi kryetar bashkie shqiptar. Pra nuk është një tragjedi apo tragjike nga ana ime që e shoh, por duke parë deklaratat të tilla të kryeministit apo dhe të drejtuesve të vlenit që kjo kështu janë mobilizuar shqiptarët nga jashtë, nga migracioni, gjithmonë kanë ardhur të shkretët, domethënë peshën e madhe e mand gjithmonë emigracioni shqiptar nga Maqedonia që duhet falenderuar, që sakrifikojnë me lekët e tyre, duke lënë punën e tyre, duke ardhur këtu dhe duke dhënë mbështetjen pasi interes, vetëm sepse quhen shqiptar. Unë besoj që përsëri do ta fitoj Fatmir Dari, pakën si ka është një kryetar bashkie i mirë apo i keq, tani fjalën e ka bërë që kryeministri të bëjnë ndasi etnike. Kjo nuk është e mirë. Nëse nuk do kishin një fushar ndasi etnike, mund ta fitonte edhe Maqedoni, gjë që nuk është tragjike për anën time, ku dhe bashkëshortja e tij është shqiptare. Tetova është kërciza, sikur ne kemi përmendur edhe në bisedat e kaluara. Në këtë rast fokusi ka qenë i madh edhe nga dy kampet. Ka shpresë reale që BDI-ja ta përmbys këtu? Para 4 vitesh zoti Bilal Kasami e fitoi Bashkinë e Tetovës fal ndihmës së BDI-s, një pjesë 1/3 e BDI-s për inatet njëri tjetrit, ja dhan këtij dhe e fitoi po ashtu dhe mbështetja e Aleancës për Shqiptarët, pra nuk ta fitonte asnjëherë. Tash ai është bërë lojtar, tani ka dhe votat rreth 5.000-6.000 votat maqedone, pra nëse ne do themi vleni përballë Akit, e fiton Aki. Po nëse themi që 5.000-6.000 votat e Maqedonit që i gëzon Bilal Kasami fal koalicionit qeveritar dhe fal atyre gjërat e që nuk është ndonjë lojtar në krahasim me BDI, Maqedonit do mbështesin zotin Bilal Kasami dhe ai në bazë të matematikës e fiton ai. Për mua do jetë tragjike që edhe një herë të zgjidhet Bilal Kasami, kjo sepse nuk ka bërë ndonjë zhvillim, ka gënjyer, ka sakatuar arsimin shqip, gjithë janë dëshmitar, ka shitur monopolin aty ku janë kryer masakra ndaj shqiptarëve në vitin 45-46 e tjerë, ka bërë shitje jo normale me çmime jo normale dhe reale për përfitimin e tij, po këto gjëra nuk më takonin mua, duhet i takonin BDI-s që të kishte bërë denoncime jo publike, por denoncime në prokurori që të vazhdojnë. Por këtu nuk funksionon drejtësia. E kam thënë edhe të tjerë, këtu nuk funksionon drejtësia, në moment që një shqiptar kapet map, në fillim i afrohet një bashkëpunim me policinë dhe zbulim kundër zbulimin. Maqedonas, pasi bën një marrëveshje të tillë, ai është amnistuar dhe kthehet në një vasal kundër kombit shqiptar. Këtë nuk e them, nuk kemi fakte me 10 fakte, kur janë vjedhur biznesmenët shqiptar nga Tirana, siç e kam thënë, dhe ata që i kanë vjedhur ata shqiptar janë kthyer në bashkëpunëtor shtetit. Ky shtet kështu funksionon. Ai që reziston e përbuz këtë bashkëpunim, edhe vazhdon jetën e tij me sakrifica, me racizëm, me ashtu që jam dhe 24 vite tu pa leje qëndrimi, pa shtetësi, pa drejt punët punoj këtu, po merrem me punët që merrem në Shqipëri. Ju ka prekur kjo fushat juve? Po në bazë të medjave maqedonës që shkruajnë dhe merren vetëm me mua, kjo tregon që ato më kanë në fokus me racizëm apo me gjuhën e tyre të urrëties, se unë jap opinionet e mia, pse bëjnë mbështetje për X individ apo X atë. Unë realisht them dhe mbroj të vërtetën, dhe hajtë japim gurët si është e vërteta, e duat vërtetën, dhe kjo është e vërteta që them unë, sepse nuk është e vërteta atyre opinionistëve që flasin si Masoreksi në Tiranë apo këtu, për interesat që unë s'kam as interes në Republikën e Maqedonisë Veriut. Të hollat dhe rrogat i marr nga Shqipëria dhe i prish këtu, pra nëse do themi nga një biznes privat familjar. Pra nuk kam interesa këtu se do bëhem dikushi, për arsye të thash lejen qëndrimit se kam, shtetësinë se kam atëre, çfarë pretendoj? Prandaj them që kanë qenë në fokus, nuk është hera parë, që kur kam mbritur në 2004, 3 muaj sa kisha mbritur, kam më shkruar mediat e Maqedonisë që duhet më përzon, sepse jam i tillë, jam i atill, pra akoma këto janë në smundje, domethënë shekulli 21 kur ne themi lëvizjen e lirë qytetarëve, lëvizjen e lirë paguajtatim taksat gjitha, por këtu nuk jemi për të folur për mua rreth personalitetit tim, por rreth zgjedhjeve.